Puna e një viti shkoi hoq brenda disa minutash. Rreshtet e mëdha të shiut të hënën këtij fermieri në Kovrak të Isogut i shkaktuan dëme të mëdha. Afrim Salio thot se mjaftuan 5 minuta që breshërit t'i shkatërrojë të gjithë të mbjellurat. 2 hektare gjysë kemi, moll e kumël, domat janë të paparashikueshme. Unë s'kam pa asnjëherë që breshën ka ra, po jo me qëtë sasi e me qëtë herë që ka ekzistu. Kjo akon sigur tajfon akon. Seriozisht për thëmë. Po, që ka të vjen për i zote njëre, po du ka mu pajtu. Salio thot se dëmi një ditë më parë bën që as vitin e ardhshëm të mos ketë më fryte. Për këtë, 64 vjeçari kërkon ndihmë nga qeveria. Mes mi këshyrë veç bujqet që kanë ekterash të madhe, po një minimu çdo bujku, si ai që e ka një hektar, si ai 20 ore, 30 ore, se edhe atina ju ka bo dëm. Kisha apelu që më konë gjithë barabart, ministria më konë për gjithë bujqet fshatit Kovrak të barabart. Të njëjtën kërkesë kanë edhe këta bujq. Këtë ja shpalosën ministrit në detyrë të bujqësisë Armend Muja, i cili këtë të marrë qëndroi në Kovrak. Presim më në ndimu se jemi, se përpara edhe kur bike diçka pështajke. E mërshim, edhe kryetari, e din edhe do gazetar, këtu si na kanë vizitu edhe përpara. A mo që tashti për si vjetë, që lirë jemi ka përfundu çdo sen. E dikush tjetër u tregua dhe më jashpër. Pjo betona se nëse kemë fatkeqësi viteve tjera, këtu asnjë zyrtar nuk ka me shkel këtë tokë më. Fjalës du për kraj. Por që kjo të ndodhë, sipas ministrit në detyrë të bujqësisë Armend Muja, fillimisht duhet të vlerësohen dëmet. Hapi parë që kërkohet është nga komuna, më themelu komisioni për vlerësimin e dëmeve. Ne kërkojmë që kjo të bëhet në afatin më të shkurt. Ai raport kur kompletohet, i njëjti duhet më dërgu agjencisë për menaxhim të emergjencave dhe agjencia për menaxhimin e urgjencave. Bazë të ligjit për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore e adreson ato tek qeverisja qendrore. Skeptik se do përkrohen këta fermer, shprehet kryetari i Isogut Ilir Ferrati. Po besoj që mrena 7 ditëve kalendarike ne përfundojmë raportin e vlerësimit. Mu më zënë fakti që shumë që sot ka gjetë ku ministri, mirë po që ka s'pëngëzën është që nuk po më rrim me morë një zotim konkret në pyetjen edhe të gazetarëve edhe tamë. Me ditë ta fermerë, këta bujq që të vetëmen ta ardhur e kanë bujqësin, a ka me ju kompenzu 9% e domit qoftë ajo dhe 5%, qoftë 10%. Vendi është përfshirë në rrebeshje të mëdha shiu që nga e hëna, gjë që ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në shumë komuna.